Paradoksi i horrit si filmat e frikshëm mund t'ju qetësojnë ankthin, edhe pse skenat e papritura me gjak, vrasje, therrje mund të duken të tmerrshme. Filmat e frikshëm ofrojnë një mënyrë të pazakontë për t'u përballur me stresin dhe ankthin. Frika është një reagim natyror që na paralajmëron preziqe, por intriguese është se shumë njerëz të riqen drejt historive të frikshme. Psikologët kanë identifikuar 3 profile kryesore të shikuesve të filmave horror: të apasionuarit nga adrenalina që ndihen më të gjallë për shkak të tensionit, ata që gëzojnë triumfin mbi frikën dhe ata që përdorin këto filma për të matur guximin e tyre dhe për të përballur me ankthin e jetës reale. Këto modele janë të njëjta në kultura dhe mjedise të ndryshme, duke treguar se kurreshtja është universale. Historitë e frikshme aktivizojnë trurin për të stimuluar situatat pasigurta, duke na ndihmuar të parashikojmë kërcënimet dhe të përgatitemi për situata të vështira. Shkencëtarët sugjerojnë se shikimi i të tillë filmave të frikshëm në një ambient të kontrolluar mund të ndihmojë në reduktimin e stresit dhe ankthit, njësoj si një lloj terapie psikologjike. Studimet veçanta me fëmijë që luajnë lojën Video Mondline, ku ata përplasen me përbindësha në një shtëpi të frikshme, tregojnë se fëmijët mësojnë të menaxhojnë ankthin dhe tensionin me rezultate të ngjashme me terapi kognektive behaviorale. Pra, filmat e frikshëm horror nuk janë vetëm argëtim. Ata mund të funksionojnë si një trajtim i sigurt për trurin, duke ndihmuar njerëzit të përballojnë pasiguri, të zhvillojnë rezistencën emocionale dhe të menaxhojnë ankthin në jetën e përditshme. Kurse për ata që kanë frikë të afrohen në këtë zhanër, psikologët sugjerojnë të fillojnë me libra ose filma që i sfidojnë paksa, por që nuk tejkalojnë tolerancën personale. Kurreshtja për të tmerrshmen mund të çojë në përvoja të papritura dhe në qetësinë që sjell për pjesën tjetër të jetës.